Kandidati i koalicionit vlen për kryetar të komunës së Gostivarit Sebajdin Dauti dhe bartës i listës për këshilltar komunal Bashkim Hasani mbajtën konferencë për media, ku ngritën shqetësimin për, siç thanë ata, presione dhe kërcënime që po bëhen punonjësve të institucioneve publike nga përfaqësues të BDI-s. Hasani deklaroi se BDI tashmë ka humbur rrugën dhe është tjetërsuar plotësisht, duke përdorur frikën si mjet elektoral. BDI tashmë ka humbur rrugën dhe është qetërsuar plotësisht. Sot, në Gostivar, punëtorët në institucione po thirren dhe kërcënohen, se do të largohen nga puna kur ata të vinë në pushtet. Kjo është fyese për qytetarët dhe një dëshmi se ky subjekt nuk ka më vizion, por vetëm frikë. Kërcënimi dhe shantazhi nuk kanë sjell kurrë pushtet afatgjat. Përkundrazi, ata që kanë ndërtuar politikën mbi frikën, shumë shpejt janë zhdukur nga skena politike. E njëjta rrugë i pret edhe ata që sot po përdorin frikën si mjet elektoral. Sot ne po i paralajmërojmë që ta ndërpresin këtë lloj shantazhi, ndërsa nëse vazhdojnë do t'i denoncojmë me emër dhe mbi emër, edhe para opinionit, edhe para organeve të rendit. U bëjmë thirrje qytetarëve të Gostivarit të mos bien preje shantazheve, por të votojnë me dinjitet dhe guxim për ndryshimin që e meritojnë. Ai shtoi se vlen i paralajmëron të ndalojnë menjëherë këtë sjellje, përndryshe do t'i denoncojnë me emër dhe mbi emër si para opinionit, ashtu edhe para organeve të rendit. Sebajdin Dauti, kandidat për kryetar komune nga radhët e Vlen, falenderoi qytetarët për mbështetjen gjatë ditëve të para të fushatës dhe e bëri thirrje për një garë të qetë, dinjitoze dhe demokratike. Në këtë moment të rëndësishëm për qytetin tonë, dua t'ju bëj thirrje të gjithë qytetarëve, por edhe çdo subjekti politik, që kjo fushatë të zhvillohet në mënyrë dinjitoze dhe të qetë, ashtu siç i njeh gjithkush gostivarasit si njerëz mikpritës, të mençur dhe të qetë. Garën politike duhet ta shohim si një mundësi për të paraqitur ide dhe projekte për të ardhmen e Gostivarit, jo si një arsye për përçarje dhe tension. Fuqia e Gostivarit ka qenë gjithmonë tek bashkëjetesa, respekti i ndërsjell dhe kultura e qytetarëve të tij. Le të dëshmojmë edhe këtë herë se Gostivari është shembull i demokracisë së pjekur, mikpritjes dhe i qetësisë qytetare. Ai kërkoi nga të gjitha subjektet politike që të kontribuojnë për një proces zgjedhor të qetë dhe me dinjitet.